Cili është kuptimi I namazit? Sala, gjuhësisht dhe terminologjikisht. Po, mas piti më thonë për me hi kësaj teme, ulemat fillimisht e kanë trajtu më thonë aspektin gjuhësor, çka I bie as-salah. Ne dëgjojmë shpesh këtë fjalë, edhe në zonat tona. Muezini thotë hayya ala as-salah. E në namaz. Pra më thonë as-salah, nëse I kthemi gjuhës arabe, ta shohim më thonë e ka manan, ka shumë manaja, shumë kuptime, po një ndër kuptime që më e njohur është lutje. Lutje. Me u lut Zotit, me u porul Zotit, me kërku nga Zoti diçka. Zotë me namazin tonë ne kërkojmë nga Zoti, me vepra. Se ulemat thonë ibadeti ka dy lloje, ibadeti që bëhet me kërkesë, dua al-mesele thonë ulemaja, që kërkojmë nga Zoti, o Zot falë, më shëron. Kemi edhe ibadet që më thonë me vepra ne kërkojmë rahmetin. S'ka është namazi. Ti bën ibadet pse me fitur razin e Zotit, me fitur rahmetin e Allah. Ti me fjalë tjera që thonë Zot më shëron. Momenti që e ke falë drekën, e ke falë kintin, e ke falë namazet, kjo I ka ra, më thonë që Zot, une jam I nevojshëm për rahmetin tanë. Pra, më thonë, gjithësisht, më thonë, namaz e salah, I bje, më thonë, lutje. Kuse në shëriat, kur përmendet në terminologjinë islame, I bje, më thonë, e salah, I bje, më thonë, lutje që fillon me tekbir. Shu fillon kjo adhurim, me tekbir dhe përfundon me selam. Që ka disa lëvizje caktuar sikur është rukuja, sejdë, gjithë kjo bëhet me nijet të adhurimit ndaj Zotit. Kjo në shariat kështu e ka manan, pra, do thon as-sala namazi. Fjala namaz rrjedh persisht, nuk ka problem të ngjohen ton njihet kështu, më thon, kurse në gjuhën arabe edhe në citatet e Kuranit dhe Sunetit e shohim që përmendet fjala as-sala. Pra, në këtë mana që u përmend deri tash.